Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 41, ajetet 40 dhe 41 të surës An-Nazi'at, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ndërsa ai që i friksohet qëndrimit para Zotit të tij dhe e ka ndaluar veten nga dëshirat e kota, atëherë me të vërtet xheneti do të jetë vend strehimi i tij. Këto dy ajete na mësojnë se ai njeri që ka frikë nga Zoti i tij dhe kontrollon dëshirat e këqija do të shpërblehet me xhennet. Pra, thelbi i ajeteve është që të jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë para Allahut fuqiplot, të frenojmë pasionet dhe dëshirat që na çojnë në mëkat, dhe shpërblimi për këtë vetë përmbajtje është xheneti. Inshallah qofshim të gjithë për banorëve të tij. Vetë kontrolli dhe frikë respekti ndaj Zotit të plotfuqishëm e çon njeriu në xhennet. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, i ka thënë njërit nga shokët e tij me emrin Ishaq ibn Ammar: O Ishaq, friksoju Allahut sikur e sheh ata. Nëse ti nuk e sheh ata, ai të sheh ty. Nëse ti mendon se ai nuk të sheh, atëherë ke mohuar. Ndërsa, nëse e di se ai të sheh dhe pastaj i shfaqesh me mëkat, atëherë e ke bërë atë për Allahun më të parëndësishmin nga ata që të shikojnë ty. Fjala shikim, ru'je, përdoret si për shikim me sy, ashtu edhe për shikimin e zemrës. Është një shprehje që tregon shkallën më të lartë të qartësisë dhe të zbulimit. Njeriu duhet të kujdeset gjithmonë për zemrën dhe ta mbaj për herë të lidhur me krijuesin e saj, me Allahun fuqiplot. Njeriu duhet të kujtojë se Allahu i madhëruar është i gjithditur dhe i mirë informuar për çdo njeri dhe për çdo gjë që njeriu vepron, dhe se ai i di sekretet dhe mendimet më të fshehta të zemrave, siç thot ajeti 33 në surën Ra'd: Vallë, ai që është mbi qyrës për çdo kënd se çfarë punon, është një lloj njësoj si idhujt që nuk dëgjojnë e nuk shohin gjë. Thënia e Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të: nëse ti e di se ai të sheh dhe pastaj i shfaqesh me mëkat, atëherë ke bërë atë më të parëndësishmin nga ata që të shikojnë ty,
do të thotë se ti e lë mëkatin kur të shohi njerëzit e tjerë nga frika e qortimit apo nga turpi ndaj tyre, por nuk e lë mëkatin kur të sheh Allahu fuqiplot. Edhe pse e di se Allahu është dëshmitar dhe i pranishëm kur e braktis mëkatin për njerëzit dhe jo për Allahun, kjo do të thotë se Allahu është më pak i rëndësishëm për ty se njerëzit. Dhe kjo sigurisht që ka pasoja të rënda që bien mbi ty o njeri. Dhe shumë njerëz sot më shumë i friksohen njerëzve dhe jo Allahut, krijuesit të tyre. Edhe pse e din që Allahu i vëzhgon, i shikon, por ata nuk i friksohen atij kur zhytën ata knetën e mëkateve. Besimtari duhet ta edukoj veten me frikën ndaj Allahut të madhruar, që ajo të bëhet një shtys për bindje dhe një pengesë nga mëkati dhe mosbindja. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në porosinë drejtuar djalit të tij Imam Hasanit alayhis salam, ka thënë: "Të porosis që ta kesh frikë Allahun në fshehtësi dhe haptasi në punët e tua." Pra, ti friksohemi Allahut, qoftë në fshehtësi, qoftë haptasi, për çdo vepër që do të bëjmë. Allahu shikon çdo gjë, asgjë nuk i fshihet atij. Sado që të bëhen mëkate në vendet e errta, në vendet të mbuluara, Allahu shikon çdo gjë. Sado që të bëhen tubime me dyer të mbyllura, Allahu është i pranishëm aty. Shikon, dëgjon, shënon çdo gjë. Dhe përhapja e mëkateve e gjunaheve sot në mesin e njerëzve e ka burimin te mospasja frikë nga Allahu i plotfuqishëm. Dhe shumica e njerëzve, pra siç e thash, i friksohen të tjerëve, pra njerëzve, kur bën të këqija, kur bën gjunahe, i friksohen qortimit, turpit ndaj tyre, dhe nuk i friksohen Allahut fuqiplot. Dhe kjo ndjej, ky mendim ka bërë pra që mëkatet e shumta të përhapen në mesin e njerëzve. Besimtari gjithmonë duhet të karakterizohet me qëllim dhe ekuilibër, pa e tepruar dhe pa lënë më një anë frikën, sepse teprimi dëmton shpirtin dhe e bën atë të bjerë në gjendje dëshpërimi dhe humbje të shpresës. Ndërsa lënia më një anë e frikës çon në pakujdesi për shkallëzim të veprave të gabuara dhe rebelim ndaj bindjes ndaj Allahut fuqiplot. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Vepra më e mirë është ekuilibri i shpresës dhe i frikës." Pra të bëjmë balans, ekuilibër në mes shpresës dhe frikës. Sa më shumë që njeriu ta njohë Zotin e tij, aq më shumë rritet dashuria dhe frika ndaj tij. Edhe një njohje minimale e Allahut është e mjaftueshme që njeriu t'i friksohet atij. Njeriu duhet ta di se Allahu është krijuesi i tij, dhe tek ai do të kthehet
duhet ta di se Allahu vëzhgon veprat e tij në këtë botë. Dhe se Allahu do ta tuboj në ditën e ringjalljes për ta pyetur për çdo të madhe dhe të vogël që ka bërë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, ai që ka njohuri më të madhe për Allahun ka frikë më të madhe ndaj tij. Pra, ai që e njeh më shumë Zotin, Allahun e plotfuqishëm, ai friksohet më shumë atij. Imam Aliu paqja qoftë me të ka thënë, më i dituri për Allahun është më i friksuari ndaj tij. Prandaj besimtari gjithmonë jeton mes dy frikëve. Sipas një hadithi të Imam Jafar Sadiq, i cili transmeton nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi se ka thënë, me të vërtet besimtari vepron ndërmjet dy frikrave. Një frikë nga një kohë që ka kaluar, për të cilën nuk dihet çfarë ka bërë Allahu. Pra çfarë ka bërë pa atë kohë, a ja ka falur të këqijat apo jo. Dhe një frikë nga koha që ka mbetur, për të cilën nuk dihet çfarë ka caktuar Allahu. Prandaj besimtari të marrë nga vetja për veten e tij dhe nga bota, nga kjo jetë, për ahiretin e tij, pra për botën tjetër, në rininë e tij, për pleqërinë e tij dhe në jetën e tij përpara vdekjes. Me të vërtet, pas kësaj bote nuk ka tjetër strehim veç xhenetit dhe zjarrit. Dhe xheneti dhe zjarri varet nga veprat që ne bëjmë. Nëse bëjmë vepra të mira, inshallah do të jemi prej banorëve të xhenetit. Nëse bëjmë të këqija, mëkate, zullume, vrasje, vjedhje, pa drejtësi të ndryshme, atëherë do të jemi prej banorëve të zjarrit. Pra jemi ne ata që caktojmë fatin tonë në jetën tjetër. Prandaj le të jemi të kujdesshëm për në këtë jetë. Thënia e profetit besimtari vepron ndërmjet dy frikrave, një frikë për atë nga koha që ka kaluar dhe një frikë nga koha që ka mbetur, tregon se frika nuk është vetëm për atë që vjen, por edhe për atë që ka kaluar. Këto dy frikra janë thelbësore për përmbushjen e përkryrjes së njeriu. Sepse frika nga ajo që ka kaluar nxit vendosmërinë për pendim, për kërkim falje, për përpjekje, për të korrigjuar të metat dhe për përqendrim të zemrës në përmendjen e Zotit të plotfuqishëm. Ndërsa frika nga ardhmja e bën njeriu të kujdesshëm nga mundësia e rënies në mëkat, nga mashtrimi i djallit, nga shpërqendrimi i zemrës dhe nga lënia e udhërimeve. Frika nga ardhmja e nxit për kushtimin për të fituar të mirat, për të arritur përsosmërinë dhe për të ruajtur kohën e adhurimeve. Thënia e profetit të dashur, prandaj besimtari të marrë nga vetja e tij për veten e tij, do të thotë në këtë botë ai të punoj vepra të mira që e afrojnë tek Allahu fuqiplot, të heq dorë nga gjërat e ndaluara dhe rrugët e shkatërimit dhe të refuzoj dashurinë e tepruar për këtë botë. Njerëzit e kësaj bote dhe zakonet e kota atë të mënjanohet për nga, duke bërë se këto nëse shmanget atë gjitha këto të këqija, a i pra është i shpëtuar
në jetën tjetër. Kush nuk ka frikë, ai është zemërgur, zemërthar dhe mendrisht i shkatëruar, si thot Allahu në ajetin 22 të surës Zumar, prandaj mirë ata që e kanë zemrën të pandjeshme kur përmendet Allahu fuqiplot. Ndërsa thënia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe pra nga të marrë nga bota për ahiretin e tij, do të thot të shpenzoj pasurinë e tij për të varfrit, nevojtarët dhe njerëzit në nevojë, pa harruar pjesën e tij të ligjshme nga kjo botë. Sepse kjo botë është fushmbjellja e botës tjetër. Pra çfarë të mbjellim në këtë botë, do të korrim në botën tjetër. Prandaj le të mbjellim vetëse mirësi, vetëse paqë, vetëse dashuri, respekt në këtë botë, që të vjellim shpëtimin, kënaqësinë e Allahut, dhe xhenetin inshallah në botën tjetër. Qëllimi i këtij hadithi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është të kultivojë përgjegjësinë dhe shfrytëzimin e kohës së jetës, me pendim, me kërkim falje, me vetëdijsim dhe përgatitje për jetën pas vdekjes, në mënyrë që njeriu të mos përfundojë më pas me pendes dhe hidhërim, ku arsyet e tij nuk pranohen. Çdo gjë pranohet në këtë jetë. Pendimi pranohet këtu. Kërkimi i faljes bëhet këtu. Ata që janë besimtarë të sinqertë nuk i friksohen askujt përveç Allahut fuqiplot. Në ajetin 62 të surës Yunus, Allahu i madhuar thot: "Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Padyshim, miqtë e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar në jetën tjetër. Sepse ata kanë qenë për atyre që i friksoheshin Allahut fuqiplot në këtë jetë. Zbatonin urdhrat e Allahut në këtë jetë. Kanë qenë të vetëdijshëm në këtë jetë ndaj Allahut dhe ndaj veprave të tyre, si dhe ndaj fundit që i pretën. Kurse ata që ndjekin djallin dhe sa të shumë pra janë sot, ata i friksohen gjithçkaje dhe vetë djalli i frikson ata. Siç thot ajeti 175 në surën Ali Imran, vetëm djalli i frikson udhëtarët e vet. Ju mos ju friksoni atyre, por friksohuni për meje, thot Allahu, nëse jeni besimtarë. Imam Jafar Sadiku, paqja qoftë të, ka thënë: asgjë nuk është pa kufi. Dhe kjo do të thotë gjithçka ka një kufi të saktuar. E pyetën: cili është kufiri i besimit dhe i mbështetjes tek Allahu? Ai tha: bindja e plot, el yaqin, bindja e plot ndaj Allahut fuqiplot. E pyetën: po kufiri i bindjes së plot, cili është? Imam Sadiku i tha: mos të friksohesh nga asgjë tjetër përveç Allahut. Pra, kufiri i bindjes së plot pra është që të mos i friksohesh asgjë tjetër, askujt tjetër përveç Allahut fuqiplot. Ky mesazh tregon se frika e vërtetë dhe mbështetja e sinqertë tek Allahu fuqiplot pra duhet të jemi vetëm tek Allahu, për kjo mbështetje dhe kjo frikë. Të mos i friksohemi askujt tjetër, të mos mbështetemi te askush tjetër nga krijesat, se gjithçka, çdo krijesë zhduket, Allahu është i përhershëm. Mbështetu tek i gjalli që nuk vdes kurrë, në thot Kurani. Në mbyllje
Themi se besimtari vërtet përpiqet të jetojë me vetdijen se Allahu e sheh gjithmonë. Kjo ndjej e bën njeriu më të kujdesshëm në veprat, fjalët dhe qëllimet e tij. Kur njeriu i friksohet Allahut, sikur e sheh atë, ai largohet nga mëkatet, përpiqet për vepra të mira dhe e pastron zemrën e tij. Kjo është ajo gjendje e ihsanit, për të cilën flet hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Prandaj, sa më shumë që njeriu e forcon këtë vetdije në jetën e tij, aq më shumë afrohet me Allahun dhe shpreson në shpërblimin e tij me xhennet. Le ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar për ta kultivuar sa më shumë frikën ndaj Allahut në vetat tona. Allahu na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Allahu na pranoft agjërimin, lutjet dhe veprat në këtë muaj të bekuar. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.